Numri 5 i fakteve më të neveritshme të Muhamedit është fakti se Muhamedi ka kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë 9 vjeçare, e cila nuk kishte arritur ende pubertetin. Në lidhje me këtë temë kemi parë me qindra herë shkrime që e vërtetojnë këtë fakt, por këtu po e përsërisim për ata që mund të mos e kenë dëgjuar, ose që mund të kenë ardhur nga ndonjë galaktikë e largët. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 5133 lexojmë: transmetoi Aisha se profeti nënshkroi kontratën e martesës me atë kur ajo ishte 6 vjeçe, dhe ai e konsumoi martesën e tij kur ajo ishte 9 vjeçe, dhe më pas ajo mbeti me atë për 9 vite, domethënë deri në vdekjen e tij. Shkrimet muslimane raportojnë se Aisha luante në shilarse kur disa gra erdhën që ta merrnin dhe ta çonin atë tek burri i saj. Me vete ajo mori dhe kukullat e saj dhe ato e quan atë në shtëpinë e Muhamedit, dhe ne e dimë se si mund të kenë vazhduar gjërat pas mbërritjes së saj në shtëpinë e tij. Është e qartë se ai e ka shtrirë, i ka hequr kukullat nga duart dhe i është ngjitur sipër, dhe ka futur me forcë penisin e tij brenda saj. Ajo nuk e ka pas kuptuar se çfarë po ndodhte, sepse asnjë nuk e kishte vrarë mendjen që t'i tregonte asaj në lidhje me marrëdhëniet seksuale. E frikësuar dhe e hutuar ajo ka qarë për shkak të dhimbjes dhe ka gjakosur kudo nëpër krevatin e profetit të saj, por ajo është përpjekur që të qëndronte e qetë në respekt të burrit të saj të ri, i cili si shpërblim i kishte vendosur jetën në rrezik. Muhamedi ishte më shumë se 50 vjeç kur vendosi me forcë penisin e tij brenda gruas së tij 9 vjeçare që nuk kishte arritur ende pubertetin. Nëse nuk e keni menduar ndonjëherë, po ju kërkoj që të imagjinoni pak në lidhje me një burr 53 vjeçar dhe një vajzë 9 vjeçare. Dhe pas kësaj mendoni në lidhje me citimin që Kurani bën në surën El-Ahzab, në surën 33, në vargun 21 kur thotë se Muhamedi është një model shumë i bukur për t'u ndjekur. Gëzohem që e hoqëm qafe këtë fakt, sepse përveç se është i neveritshëm, është dhe i dhimbshëm.